Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Allsat M. Si çdo javë përsëri jena rikthyer me podcastin e radhës Llamba e Laudinit me mysafir special. Këtë herë kur them special e kam fjalën një më shumë special, pasi që bëhet fjalë për një djalë që një moti kohë mund me thonë që jam rrit bashkë me ta, edhe mas shumë lutjeve, tendencave edhe njoftësive që ja kum çu me pranu marrë në emision, më në fund ai shfaqet në ekran televiziv, pra bëhet fjalë për Nimetullah Dautin me pseudonim që publiku e njeh si Suxhuki. Po o ftyrzi, po asën more më smiu përgjigj ftesës shokitve. Përshëndetje, nuk është e vërtet kjo që e thave. Kështu modestia. Modestia, po. Se ti e di që për ti jam i gatshëm 24/7. Gënjen. Gënjen Jo, publiku. nuk është gënjeshtër, po. Pak më zonë ngusht, po Si do s'ka qoftë. lidhje. Nice, nimet. Në të dihet, bëjmë video bashk, gati se 7 vjetë më, bile ndoshta edhe kena kalu 7 vjeçin, po ajo që të kum thirr këtu, në këtë podcast, është këtë merite jotja, që ti ki kriju diçka, ki bo diçka, edhe për atë arsye, do më thonë, unë të kum thirr. Pra, i e lojtar i e-futballit. Ma saksisht më shpjegu, do më thonë, e-futballi, loj kompjuterike, më thonë. Edhe je lojtar i e-futballit. Të njëjtën kohë, do më thonë, ke pas shumë suksese në atë loj, je konë reprezentatus i Maqedonisë për atë loj, me sa ti unë edhe me qatë sa më ki kallëzu e ke pas 68 vend në botë. 64. A 64, më falë, skuza, se 4 është diferencë madhe. 4 është shumë. Do më thonë, këtu i e iftum për këtë sen. Videot që i bëjna bashkin ati lan onësh. Do më thonë, atë ki merit ti pak, unë e pak, do më thonë, të ditë. Kurse këtë që e ki bo është kitë merit e jote. Do më thonë, 5 ki konë sukseset më doja. Edhe, do më thonë, ke marrë edhe çmim botëror. Kur tham çmim botëror, i 64 ti në vend nuk është, në botë, Po, nuk është. ajo është si lloj begji. Po. E merr për shembull, kur ja nis lojën për me lujt online, Po. loja e shfaq profilin e lojtarit për shembull. Edhe te profili i lojtarit ki drejt me i lan 3 begja. Ajo Ose medalë, ndoshta mujna me po të si medalje. Okej. Po si medalje. Ajo mirret individualisht për shembull, edhe kur e mora 64 vend, e kam begjin, edhe e lëm profil, për shembull, kur të luj kundër ti, për shembull, online, Aha. na ka rome taku, ti del ati që unë e kam 64 vend botë. Edhe, a kupton, pak Rrit rongin me e rrit rangin, pa. Okej, do më thonë seriozisht, unë jo që të kam shok, po për derisa para më bota sa e madhe, ti i 64 ti. Po, mund është mi numru momentalisht që lujnë për konzol edhe, dhe me thonë, konzolat hin Xboxi, PlayStation, Nintendo për shka janë, këto këtë hin pjesën e konzolave, edhe PC janë këtë rast, prej 5 milion lojtarve, mund është me thonë 64, Pi 5 milion lojtarë. pa, që janë aktiv. Okej. Tash do i shtjellëm këto tema pak më hollësisht, me thonë, se deri tash shka e bonëm, do më thonë keni intro. Paka shumë njerëzit me ditë se për shka do flasim. Ke fillu me lojën PES, futball. Po, Edhe PES. vazhdon. Ma përpara loja a kanë Pro Evolution Soccer, dhe me thonë PES shkurtimisht. Po. Por në vitin 2021 ke versioni i fundit i PES-it, se shkaku 2 firmat mëdhoja gigante që janë Konami edhe Unreal Engine, janë da, dhe pastaj Konami e ka bë një loj, Unreal Engine e ka bë tjetrën loj. Dhe me thonë, tash nuk është mo, deri në 2021 janë kanë bashk, Tash janë da. tash janë da, tash e kije Unreal Engine e ka lojën UFL,
është një lojë e re, çka mundet mu installu free, a Konami e ka e-futball. Dhe me thonë, prej PES-it kanë dalë dy loja ndryshme. E qartë. Prej cilit vit ki fillu, do me thonë, me lujt? Une në fillim kum fillu prej kompjuterit në vitin 2003. Prej vitin 2003 une kam qenë aktiv me lojën, atëherë nuk kishte online, po kishte veç me kompjuterin me Me lujt. CD-ja. Ose me kompjuterin, ose me naj shok. Shka kina lujt bashk, po. Do me thonë, për vitin 2003. Pin 2003, une muna me thonë që jam aktiv në lojën, edhe diçka më ka tërhek futbolli, se une, Kjo ushtru pak, do. jo, kum pas shef shumë me ushtru, po shkake financiare s'ku mujt. S'ka mujt bëve me mshti me ushtru futbol, edhe pastaj Shire, si ja ki dhanë hakin me të ushtru, me ja ki dhanë hakin me pes. me pes ja kom dhënë. Nashta si jam kon qaq i mirë sa jam kon kështu me lojën. Loja elektronike që i thohet Po, në këtë rast. E disa po vjen çudi se do me thonë, e para herë unë me ti një jetë që bëjmë një projekt, me thonë, edhe jena të folë seriozisht. Se kitë publiku tanë ku unë kam mësu Po. të bo hajgare, të bo prenka, të bo vloga, tanë ku unë ajo lifestyle i hype i nalt, hajgare, edhe e para herë një jetë është që një me ina të shpalos një sen që ndoshta me thonë shumica e publikës nuk e din. Ja, nuk e di. Po. Edhe Shumica dhe shokve që i kam momentalisht, për shembull nuk i din disa sene, për shembull që këtë rast për shembull që babam s'ka pas kushte atëre, se atëre vllavin e kisham ushtrojke vllavi, për shkupin ka ushtru. Vllavin e kishme, ama për mu Po e ka si ditë kishte baba që kushtet. zvosh, për çfarë Zvosh. Su pori baba. Thash s'ka me të gusë, po hajtë. Okej. Pit 2003 ki fillu. Tash dalmi pak të kjo pjesa ku janë modernizu lojat. Do më thonë, PES-i pi 2020 është pak ma ena, Jo, prej 2013. a prej 2013. Okej, po do më thonë, këto 5 vjetë të fundit ka update ma të mira, me thonë. Po. E prej 2020 dhe 2025 të cili vit ki qenë maj fort, do më thonë? Maj fort kam qenë në vitin 2020, ku kam qenë në përfaqësues i Maqedonisë në lojën e futbol. Atëra ka qenë 5 e futbol. Dhe më thonë, e kishte një lojë. Hera e parë që u kualifikum në Europian me ekipën e Maqedonisë, se kishte edhe barash, për shembull. Edhe në atë kohë nuk u arrit mi kalu fazën e grupeve, ama në Europë në 2020 kam qenë lojtari 36, për shembull do të thonë individual. 2020. 2020 lojtari Në Evropë. 36 në Evropë. Zakonisht Evropa i ka lojtarë më të fortë. Për shembull në Amerikë këto nuk marrin ndaj çmim për shembull. Lojtarët më të mirë vinë prej Evropës. Ballkan, Evropian, Evropë, përgjithësi Evropa Përgjithësi. janë më të fortë. po se të na lutë ma shumë kjo loj. Se në Amerikë ndoshta nuk e Nuk e luajnë se luajnë. atje edhe si futbol nuk ka i përhaptë, domethënë. Ja, nuk është e futbolli, Po. nuk është shumë i Do të përhap. them edhe si sport futbolli nuk është shumë i përhaptë. Jo, në Amerikë. është i përhap shumë, po e luajnë FIFA-n. Është çetër lojë ajo. Si sport, domethënë sport futbolli i madh për një me dal me ngajt lojtar. Jo, nuk e kanë. Që ato po ta. Po. Liga më e fortë është Liga Europiane edhe këtu. Çashtë. Domethënë vitin 2020 e konon baba i kësaj pune. Po kesh kapitani i ekipës të Maqedonisë. Do dal te Maqedonia, po domethënë Po, mirë, për një 2020, po, 2020 e kom pas kulmin. Okej, hajde Muna me me që e përmejnë tash Maqedoni. Si erdh puna, domethënë Maqedoni ka plot lojtarë që luajnë PES e futboll. Si erdh puna ti ta prezantojsh ose ta përfaqësosh Maqedoninë në Evropian në lojrat elektronike. Është shumë interesant se, për shembull, unë në atë kohë nuk kom pas PlayStation.
Okej. Ama kina lyt me shok në për internet kafe. Me shok kina lyt. Edhe një shok i jon i mahallës e bleti PlayStation, edhe instaloj futbollin, e bleti e futbollin sa atëherë u blejke, jo sikur tash free. Kush është ai shok? Ismaili, Ismail. Okej. i cilin e përshëndesna. Edhe prej akontit tatina, a ishte regjistru. A ju ka regjistru, se unë nuk e kum dit shka që ishtek, se ka kësi turnire. Edhe pastaj prej akontit tatina, unë e kum lujt. Dhe me thonë, ati ka shkryt Ismail Ismaili, ama faktikisht ka lujt një Medullah Daud. Edhe unë e mora, e fitova ketë, e mora venën e parë, edhe kur i ven një mesazh në email që e kanë thirr Ismail Ismailin në intervju te Federata e Futbollit të Maqedonisë për me dhënë intervju si kapiten që kime përfaqësu Maqedoninë. Kapiten. Oh. Se dy finalistat e kanë përfaqësu Maqedoninë. Ç'është? Çdo shtet i ka pas ka dy finalista, i pari me të parin kanë lyt, i diti me ditin. Për shembull. Sa ekipa janë kon? Janë kon sa ekipa janë kon? 20-30? Jo. Ma shumë? Shumë, ma shumë janë kon. Okej, sa më rëndësi, s'po të kujtot. Po. Edhe? Edhe pastaj unë shkova atje, na dhan dresa, na dhan trenerka, krejt. Ju fotografu unë? Po, fotografu me direktorin e federatës atëre. Edhe na thanë që kjo loja ka mu majt dhe me thonë faza e grupeve, okay. Ka mu mbajt në Londër. Okay. Ka mu mbajt. Po shkaku i koronës u mbajt online. Edhe pastaj qaj është. Ka shumë interesant se më mend domethënë keni pas edhe komentime profesionale domethënë. Po, komentime loja ju komentosh në gjuhën angleze. Po. Anglisht, francisht, gjermanisht, ka janë ato internacional gjuhët. Po. Edhe ka cilin vend përfundoi Maqedonia në atë kohë? Në grupe e morën venin e të ret, a për fat të keq veç dy ekipe kanë shku në play-off. Mirë, dhe më thoni pas kitë kalu grupet. Po, i kalu grupet, po ajo ke si test për ne, se ato veç se mo ishin, me lojtarë që kina lujt, ato ishin mo veç se profesionista, ishin në atë punën që e kanë bo, anë hera e parë që po dhe eksperienca e re. Eksperienca ndryshe. E tash mu kualifikua për ta din ma mirë pak me menaxhu këtë punë. Po. Tash mu kualifiku, besoj që hi në top, muj me thonë në bot, në top 10 muna më hije. Me Maqedoninë? Me Maqedoninë, po. Për çka më varët kjo që mu kualifiku? Po, lojat, turniret që mbahen, për shembull. Çdo vit mbahet turnir në Maqedoni, kush e përfason Maqedoninë. Po si marr pjesë më shumë? Si vjet u ka marrë turniri DVSD. Për shembull. Në finale hupëm edhe përfaqësoj që të rëgosh. E përfaqësoj që të rëgosh. E qartë. Po te kjo botërori, si erdh puna mu shpall, në fakt, më arrit në vendin e 64. Po kjo çdo muaj, çdo javë ka turnire. Edhe te ato turnire ka loja. Në fillim ka qenë 15 loja kush i ka veç fitore 15 loja, edhe pastaj këshirët sa golla i kishën, edhe sa golla i ki pranu. Okay. Edhe këshirët momentalisht unë kur e lujta turnirin 15 vend kesh. Po pastaj nuk lujta një orë se isha mi lot. Pastaj kur e shof rankin final, kisha më dalë 64. Në më thonë pas kish keni dhe vendin e 15. Pa. Unë pretendova që do hynë top 50, se top 50 i pët një beq pak ma ndryshe, ma special, për shembull. Tash momentalisht e kam cilin qatë beq ta marr.
Okej, shpresojmë. Po, Ne shpresoj. jena supportus i joti edhe besoj që kemi arrit me marrat beq. Po. Nimet, a ke pas periudhë ku ki lujt çdo ditë? Tan ditën futball. Po, ka pas një periudhë që kom lujt 16 orë, ish pa unal. 16 orë. Po, 16 orë. Edhe bukën që atje e kom hangë pauzë. Dikto që e kam beqar. Po, veçar jam kam. Shumë e vërtet. Dikto që e kam beqar pa gajle, luj për 16 orë pa nal 5. Po pse 16 orë? Shka të bëj ke? Qefi. Po. Kisham qef sa ma shumë e luj. Edhe interesant, në atë kohë, për shembull, se kur ta perfeksionojsh lojën, për shembull, edhe ma nuk mundesh me e lanë. A kupton? Se ti ma vese je pro. Po. Edhe kur dalit dikush, për shembull, e luni loja e fiton 12-0, a kupton? T'jep adrenalin me lujt edhe një lojë. T'jep adrenalin me lujt edhe lojën tjetër, a kupton? Se çdo lojë ka, për shembull, me 10 lojtarë ndryshëm me lujt, 10 loja të ndryshme dush mi ba. Se ai e ka dikush e ma topin, dikush kanë keq, dikush, a kupton? Është pak edhe me nervat. Unë kështu jam i qetë, ama në loj kur hupi do njerë, di edhe me thira shkat. Di është edhe ajo pjesa që bërtas, shana. Do më thonë, trash talk, thuhet Po. me një fjallë kjo. Ama në për turnire, kur kam qenë, kur e ku marrë venin e tretë në Balkan, kur jam konë në Beograd, atje i kina majt, 2 javë ditë jena konë në turnir, atje e kina pas sikur tash që jemi kashi kina lujt, për shembull. Ato u gëzojshin, ama une nuk, për shembull, unë i pëshap gol nuk u gëzojsham. Edhe kur e pranojsham gol, nuk u shojsham, ose nuk u me i dhnojsham, por isham i qetë. Edhe ato shumë e kanë pëlqy metodën teme, se dikush e ka thije ekranin, dikush e thije, edhe i kanë bo dam turnirit, për shembull. A me mu s'kam pas ku një çfarë problemi. Shumë që di se, si zakonisht dhe më thonë, ti kur lumë, e pranova dhe veç që ti di dhe një herës me dalë kontrolus, bile kjo nuk me dalë kontrolus, në herës edhe del komplet më halën e që në konë, kom pas rastën edhe më thonë, dalë për një shpe mi hip kere, ti të kom një pim fund më halës të bërtit. Dhe më thonë, me një fjallë, trash talk është kjo. A e përdor si strategjia, po del pa prit kjo? Jo, në këtë rast nuk e kom përdor, po në vike, për shembull, si mare, a kupton se personat, për shembull... Jo, s'po foli për ata, po foli për kështu, do më thonë që tash e merr një lojë e lunë. Pa, tash... Edhe janis, do më thonë, lojë së shajt provokon kundërshtari. Po, nervozona, shumë nervozona. Shumë. Trash talking kur e bën, do më thonë, kur shtihesh me kundërshtari me fjalë. A e bën pa prit që të vjen, apo e bën... Ja. Për me dekoncentru kundërshtarin, ose... Pa prit më vjen. Po. Pa prit, pa. Interesant. Vetë, instinktivisht. Interesant, që shki mujtë me nejtë atje që atë qetë. Po, interesant se... A se... mos jetu të lëvet? Ja, nuk ka pas se ka konë shumë më i sigurt jam konë. Edhe pse në Beograd, për shembull, e din raportet, e kanë ditë që jam shqiptar, për shembull, e kanë ditë shumë, ama s'kena pas asnjë konflikte, kur i çfarë, se ka pas edhe Kosovar, janë kanë edhe 2 përfaqësues të Kosovës për Shqipërinë, janë kanë. Edhe me ato s'kan pas kur një çfarë problemi, ne s'kena pas, më kupton. Këtë turnirin, kena dalë në shatit, për shembull, me organizatorët shumë mirë kena kalu. Edhe për shembull, ama rregullatorën, për shembull, unë e kisham qef. Ama janë disa persona që, për shembull, ka qef si thove trash talking. Për shembull, këshir me nervozu kundërshtarin. Ama ato zakonisht janë lojtar dopt. Se ai këshir me dekoncentru që për me të fitu. Ama dikush nuk dekoncentrohet në asnjë momente, se unë isha mi fokusuar 100%. Interesant. Ti. E ti shka më interesant. Do më thonë, ti e ki shkel, do më thonë, vendin e 15 në botë, e ki pasi që shështë,
Më shumë që di ki hupi dove të mahallës, që s'kan lytë kur futbol. E po ka shanca ajo, normal. Futbolli është një lojë interesante për shembull, se kur lun për shembull miqësore, sene, për shembull, edhe për shembull Shkupi ta fiton Realin, për shembull miqësore. Ka shanca, a kupton? I vetmi sport që ka e bën interesant lojën është se edhe lojtari më i dopt ka shanca me fitu ose baraz me një lojtar shumë më i fort. A e ki për shembull ndaj humbje që të ka me të nkrija maç. Dhe më thonë, qash humbje e ke që u konë, sa që të ka me të krije të ka nervozu shumë, sa që ki thonë s'luj më une. Po, ka një rast, ishte, unë ma i keni turnirë online, ama nuk e di shumë, edhe tash në gjysmë finale më ra një lojtar 16 vjeçar. 16 vjeçar më ra. Edhe unë e lujta me ato forcat e mia, keshu fitu 2-0, po masanena u përmbys deshja 6-2 fitoj. Edhe qash shumë që u nervozova, thash mos s'ka me lujt më kurma, s'luj. Po kur e pashi qaj person e fitoj edhe finalen 5-0, e mur venin e par, u bo venin e par në botë, qaj lojtar. Thave hajtë se ja pas ka vlet që kum hu. Ja pas ka vlet, tash që kum hu. Bile, qaj lojtar, tash momentalisht e përfason Interin, ka kontrat profesionale për Interin lon. Po. Shumë konë interesant se mas humbjes, në për qatë me qëllim të bona që të pyte, mas humbjes, interesant dhe bona e pjesa kur ki dalë në mahal. Ja bon, s'luj më, qash më. Shkova me, qash me, se konzolën ja boni ka me varë. Gjestikin ja boni ka me varë, mo. Më thonë qash, një me t'u la daute e ka sos karierë, ja boni ka me varë. A me tha, shkova fol, kum hupi ja boni për një fëmijës. S'kishte më i nati. Vallaj s'kishte më i nati. Se ti me eksperiencë për shembull unë ai kur kum lujt unë ai s'ka kon kurkon. Kur e menon atë. Po, ama ç'kjo është? E kupton? Ç'kjo? E ti ki përvoj, ki del na i fëmijët fiton. Del culla, të fiton. Culla, si thoj culla. Ba i culla është për mua. Pa i fëmijëve 20 vjet ka dallim. 20 vjet dallim, 35 vjet i ka. Ka 20 vjet dallim para më no. Ka fitue. Ka. Jo, sërish kur ta mënosh i nati është i 15 në vend e kon në botë. Edhe del dikush. Pa. Që ndoshta para një vjet dhe ka nis me lujt. Ose ka nis 6 muaj për shembull. Ka shansa. Interesant. E tash për momentin a ka i garë që e të bo? Po, gara ka gjdo muj. Momentalisht shka jam aktiv, është një turnir shka matë për kush e merr venin e parë e përfason Arsenalin në turnir në Tokyo, që do matë me klube. Do me thonë ty i tu garu për me hinë ekip të Arsenalit? Po, kum garu 5 lojët e para i bona 5 fitore, ama kur e pash që 200 vend e kisha momentalisht, ai personi i parë shka e ka, ai kishte 20 loja, 20 fitore i kishte. Në tash unë do më duhet 15 loja mi fitu, që për me emri, edhe pale e emri, se nështë ai ka dhënë ma shumë golla, edhe ka pranu ma pa golla sa. Edhe ajo është lunë një rol shumë të madhë. Po tash javlejnë ta provoj, pse ja. 4 ditë më bëhet turniri, dhe me thonë prej ora 5 deri në ora 9, luhet. Këtu në Maqedonin e Veriut ku jetojmë na, a ke përfaqësu në ekip? Po, këtu kum pas kontrat profesionale për Rabotničkin, e cila ka lujt në Balkan League. Nuk ka lujt kështu në Ligën e Maqedonisë, por në Balkan League, ku janë me Kroat, me
Serb, me Grek, me Shqipnis janë kanë, po ai turnir ka kanë 3-3. Dhe me thonë, jena kanë në ekip. Po para se me lujtë për Rabotničkin, unë kom pas kontratë profesionale për Galacticos. Galacticos ka qenë shampion në Balkan, një vjetë kom lujtë për atë ekipën Galacticos. Ajo është ekip kroate. Po pastaj ata e morën një 15 vjeqarin e morën me veti, unë valla shkelmin. Ja, më stuj ashtu, shkelmin. Malë me thonë ashtu. Ja, ma. Kur thu kontratë profesionale, çka i bje kontratë profesionale? Keni marrë rroga, sene? Po, kena Më marrë. thonë, jeni pagujt tamam si lojtar. Jo bash me paga shumë, ama E kam fjallën- në atë aspekt po, për shembull turnirin për mu regjistru ka qenë 200 euro për shembull. A kupton? Edhe nëse e fiton në ai vend, për shembull i merr 1000 euro. A kupton? Ne veç se kemi qenë me dresa, e kena përfaqësuar emrin, klubi ka pagu këtë harxhimet që janë Shpenzimet, kanë. shka. Po. Edhe shka ka pas nevojë për me blej ndaj lojtar ose ndaj sen, se blehet shtinet parë në lojë për Po, me blej. po. Ne ato parët i kena shfryzu për me bë ekipën e fortë. Do me thonë, Edhe edhe kitë klubi kam lu këtë sene. po këtë në klubi kam luaj. A fitimin nuk morëm ndaj se kanë shumë të fortë, se piket botës pat në Ballkan lojtar më të fortë kanë. Edhe nuk morëm ndaj çmim të kështu. Edhe këtë harxhimet ajo. Ata kishim i marrë një çmim, për shembull, çfarë do koft, e kishim i do 3 veta shkajna. Okej, ekip. qartë. Ekipa Po. s'kishte marrë kur gjë. E tash për momentin ai aktiv me ndaj klub? Momentalisht nuk jam aktiv, se nuk du me lujt, po se kur po lun 2-2, 3-3, po të hup ajo forma e lojës, edhe tash e provoj veç një, nuk shkoj më në atë. Ndoshta ma vonë, Çfarë ekipe, do me thonë, a ki përfaqësu në ekip kështu ja, botërore, përveç- me thonë. ja, përveç Maqedonisë, kështu ekipa la. S'ke bo transfera. Ja, s'kum ba. S'kum pas në kontratë profesionale, sa ala s'kum hin top. Okej. A është e vërtet që ke pas ftesë për me përfaqësu Shqipërinë? Kum pas dëshirë me përfaqësu me Shqipërinë, po Ke pas ftesë ajo? jo ftesë nuk kum pas. Mhm. Po ka qenë se ftesë nuk ka, për shembull, po e ki turnirin, për shembull. Regjistrosh në turnir, e merr vendin e parë, edhe e përfaqëson. A kupton? Okej. E shkaku se s'kam në shëtësi të Shqipnisë, nuk më lejun me mu regjistru të turniri. Se Shqipnia nuk ka shumë lojtar të fort, edhe do isha me përfasu Shqipërinë, pse jo? Me aftësitë që i kam, me kontribu sa ma shumë për Shqipërinë. Një me t'i dashur. Ama përgjish më sinqerisht, lojsh s'kam. A ke hupë ma shumë loja, a ke fitu? Nuk e di. Me atonën statistikat kështu. Ja, me fitu ma shumë, ku fitu. Jo. Me fitu ma shumë. Qishme me fitu ma shumë? Pa, ma shumë. Ha? Shumë ma shumë. Po. Pa. A mujna mi këshish statistikat kështu? Kështu më përgjësi s'ma mërmenja, po momentalisht me shku të soni, mund është mi këshirë 60 loja, 90 loja, mund është mi këshirë të fundit. Nuk e di sakt. 90 loja të fundit. Për shembull, mund është mi këshirë. Ma mirë s'pohime t'i këshirë se kom e di qka dalin aty. Ja, t'jap garancë, lirish këshiri s'dalin ma shumë humbje se sa fitore. Sigur As të? baras, Sigur të? pa, ma shumë kam fitore. Tash kur do me lyt me shok për shembull, aty zihesh si kingi i kësaj loje, me një fjalë, e ki shpall vetin në fakt që ashtu, su ma mërmenja me lyt me ti të fitoj. Ka shanse. Shokt, a pranojnë me lyt me ti? Po, shok pranojnë. Që din me lyt, reali, Po, so në që zdi din. me lyt, Pranojnë. a ka ndodhë që të kanë fitu me herë? Po. Po. A i bjeko që ato janë ma forë se ti? Ja, nuk i vjen. Pse?
forcën të shme kalzun turnir. Forse do të me kalzun turnir, ja, man. Ti Vesh kurse po e çe. fiton ti kanë mahall, çish ki me fitu ato në turnirve? E fiton. Qish? E fiton. E pse jo FIFA? Po FIFA e ka komplet gameplay-n, për shembull, lojën, pasimet, shutat, driblingit, janë shumë më ndryshe se kjo loja. Edhe për atë shkak unë e luj lojën, ama nuk është ajo shkalipet prej lojës. Aty është më ndryshe loja. Kush është më e përhapur, PES ja FIFA? Momentalisht FIFA është më, edhe pse loja është me pare, e futbollin mund të me lujt çdo kush, për shembull, që ka telefon, që ka kompjuter të mirë ose PlayStation konzol, Xbox, mund të me lujt pa pare, veç e instalon edhe e lun. I EFC-n së ne lun se talli, dush me blej, për shembull, momentalisht çmimi është 120 euro për me marrë lojen. Ajo çdo vjet del e re, për shembull. Tash është i EFC 26, në shtator del 27. Ape dush me blej, a? Ape dush me blej që Dhe më thonë çdo vit blej. çdo vit blej atë. Ka FIFA. 120 euro. Po, çdo vit. Po. Edhe shka shtin në ekipa pare, për shembull për me marrë lojtar. Edhe me parë është, edhe më shumë luhet. Më shumë ka që lujnë FIFA. Interesant. Në për internet kafe me shku, për shembull, në internet kafe me shku, se ki pesin kërkon, Veç FIFA, a? veç FIFA lujnë. Po pse ki zgjidh PES? Se pesin prej fillimit më kanë pëlqy më shumë grafika edhe loja më ka pëlqy shumë, edhe ma nuk ku mujt me ndryshu mu këthy. Ka pas shumica e lojtarëve që janë kanë pro, janë këthim FIFA, edhe tash vazhdojnë si FIFA lojtar, ama une nuk e kam atë hapësirë për me kalu se ma vetë se edhe i kum bërë dhe do vjetë, për shembull, refleksat, nuk e kam koncentrimin në loj, për shembull. Nuk jam sikur kur jam kon beqar, për shembull, si fluturojsham, spreksham tokë. Shti splitoron, Tash. ja. Tash ja. Tash me familje pak problem. Edhe gale. E nëse del, por, no? Ama është një sport fitim prus. Pa marrë parasysh a e lun FIFA-n, a e lun e futbollin, Po. ka të ardhura të mira ka. Normal, dush mu bë master i lojës, për shembull. Kam tutoriala në YouTube, ashtu ja kum nisë edhe une me tutoriala në YouTube, tu i këshirë, qysh me dha ngall, qysh me lujtë. Se s'mun është vetë me i mësu. Që ajo, se ka milion akcione. E qartë. Nëse sot del dikush e thot Suzuki s'është lojtar, po veç që ti potere ka bo kote kote. Shka i kështë e thonë? Hajde bujrum. Bujrum një mësë një. Hajde bujrum. Hajde bujrum. Kallëzoj. Ka pas raste që kum lujt me disa, ama ato personat insistojshin se munën me më fitu. Insistojshin që munën me më fitu. Edhe kum lujt, muna me thonë janë 20 loja dhe së në më ka fitu. Edhe kum thonë, jo, une për një vjet 2 ka me ta marrë një loj. Insistoj ke, ja ka me ta marrë, ja s'ka. O, thash ti, edhe 20 vjet mu me lujt ti se në më fiton mu. A kupton, se ka disa lojtarë kanë kapacitet, disa nuk kanë kapacitet, për shumë. Sa do koft me lujt a i qaq, s'munët mu ba ma i fort. Edhe unë kapacitetet e kam që këtu mu kanë, s'muna mu e marrë venin e parë. A kupton? Ka, du të me pranu faktin, o vla. Edhe që atë i mirije. Apo, a? E ti, qëfar faktit dush me pranu, për shemë? A kina i fakt që dush me pranu? Që të veni nati me pranu? Kisha më thonë që edhe s'jam shumë lojtar i mirë, muna me pranu faktin, që s'jam edhe shumë lojtar i mirë, ka edhe shumë atë mirë thonë në Maqedoni që janë. Për shembull, po fatit dë njerë nuk i buzqesh ata, ose mu nuk më buzqesh. Në raste, për shembull, jam
luj me vendin e parë në botë, për shembull, jam të fitu 2-0, dal njame gollman, e roki shtyllën, akcion tjetër ma ban 2-1 diti, edhe në penala më fiton. A më kupton, lojë është. Vetë se mu bë 3-0, u bë 2-2. Që thajnë topi orje më lakt? Edhe këtë rast. Edhe dush, dikush thot fat. Jo, fatin për mu nuk ekziston. Ja e ki shkrume, ja se ki shkrume, valla. Ska tjetër. Ja se ki, ha? Ja se ki shkrume. Ej, be... Seriozisht jam su me fol me ti qështu. Shumë për më dukot. Shumë falime. Shumë ngusht. A, ne, po të jap hapësirë me mgus fakt. Yes, s'po të ngutë si kur gjohë. Se kena ardhe në fund të emisionit. Kena ardhe në fund të emisionit. Për atë arsye, për në fund. Që edhe regjia keshin. Për në fund që kisha dash me i këshilu 3 që dojnë me njës me litë 5. Të rive ju kisham thonë se janë fitim për se lojen që e lunë, në që se ki ambicje, ki qef, për shembull, se krejt është dëshira, që se ki dëshiren, krejt se në të batë, ama nuk mund është vëlla edhe me punu, po dush me ju fokusu 100% punës. Tash shumica e lojtarëve profesionist që janë, e bojnë vetë qatë punë, edhe bojnë stream, edhe e kanë si punë, e kanë. Në më thonë, ti e të thonë, nëse dënë mu marrë me këtë loj, dush mu fokusu 100% e kjo loj, jo me bo punë të dytë. Jo. Më thonë, vetëm të kjo loj që me pas sukses. Që se do me pas sukses, normal. E qartë. Unë të falenderoj shumë që keve pjesë e podcastit Lomba Alaudinit, edhe që gjithë e kohë më ardhë, mas 100 vjetëve. Falenderoj shumë për ftesën, e kom pas nderin më konë në pjesë e emisionit, Lomba Alaudinit. Falenderoj shumë për ftesën që ma ki bë, edhe pse kum prit ma herët ma bajsh, po Shik, unë këti i thamë ki mu ma gjumë topin, shti, nejse, mëse prish në fund, mëse prish. Shikus të ndëruar, s'na me të sen tjetër me thonë për pos të shihemi me epizodat e radhës, me podcastet e radhës, me misafir të ndryshëm, e deri atëherë, mirë mbetëshi, kalofshit mirë, e kalofshi sa ma bukur deri në epizodat e radhës. Bye, shihemi.